Mirëmbrëma, mirë se erdhët edhe sonte në Pak nga të gjitha. Sot do të flasim për shëndetin. Është një temë në fakt shumë interesante dhe në fakt kur flitet për organin më të madh të trupit që është lëkura, ndalemi për të folur për problematika nga më të shumtat që na shqetësojnë. Sot kam kënaqësinë të kem sërish të kthej në studiot tona, po për herë të parë në Pak nga të gjitha një mjeke, një specialiste që kemi në qytetin ton, dermatologen doktoresh Laura Hyskën. Doktoresh, mirë se erdhe në Pak nga të gjitha, në fakt është hera e parë që me gjithë të paktën ndoshta për pak vite bëhen edhe 30 vite gati që njihemi së bashku, por asnjëherë nuk kemi folur në fakt për problematikat në anën profesionale. Ne do ndalemi sot dhe do të flasim për nishanet. Këtë puntat do t'ja kushtojmë pikërisht problematikave të shumta që ndoshta vijnë ose edhe të pakta, në mënyrën se si trajtohen llojet e tyre e kështu me radhë. Për herë të parë do të flasim në mënyrë të zgjeruar dhe do ta shoqërojmë të bisedë edhe me foto për të demonstruar në fakt format të ndryshme të nishaneve, po dhe ato që kanë riskun më të madh. Në fakt në gjuhën mjekësore si quhet një nishan? Gjuhën mjekësore një nishan quhet nevus. Nevus. E merr origjinën nga greqishtja e lashtë. Siç dihet, termat mjekësor janë të latinishtes edhe të greqishtes, që fjalë për fjalë do të thotë një shenjë e lindur. Dhe zakonisht këtu janë ato të pjesës më të madhe, janë nishanet ose nevuset të cilat janë kongenital ose të lindur. Dhe në fund të gjithë kësaj do të duhet që të themi që nishani apo nevusi që ne shohim është i dukshëm, shumica prej tyre, janë keqformime të formimit të shtresës të lëkurës, që në lindje apo duke në vitet e para të jetës. Forma që ne i shohim janë të ndryshme. Mund të shohim rumbullak, mund të shohim vezak, mund të shohim të formave të ndryshme, mund të shohim të përmasave të ndryshme, siç mundet që të jenë nga pak milimetra deri në 1 centimetër ose më shumë diametri, ose ka dhe që kanë kaluar deri në 20 centimetër diametri, që është një nevus i madh, siç quhet një nevus gjigant në fakt, po. E kemi hasur në sapolindurit, në gjithë pjesën e kurrizit të këtij bebit, të këtij të sapolindurit. Shumë interesante kur e shohim vetëm në pasqyrë, doktoresh, edhe shohim që një pjesë e mirë e nishanëve janë gati njësh me lëkurën tonë, ose pak në kështu mendojmë ne, dhe një pjesë kanë atë pjesën e ngritur. Nuk do të thotë që njëri është më i veçantë nga tjetri, apo nuk do të thotë që njëri është më i rrezikshëm apo tjetri është më pak i rrezikshëm. Siç ne tashmë dim, lëkura është organimi i madh i organizmit, por përtej asaj do duhet që të kemi parasysh. Vetë lëkura ndahet në 3 shtresa kryesore, siç është epiderma, derma dhe shtresa yndyrore apo vjamore apo subcutis, si quhet në gjuhën mjekësore. Dhe secila nga këto shtresa është e përbërë nga disa nënshtresa. Secila nga këto nënshtresa mund të na japë nevuse ose nishane që ne i shohim me sy të lirë. Disa prej tyre dhe nuk i shohim sepse janë në shtresat e poshtme, të cilat nuk i shohim. Varet nga e ka marrë origjinën ky keqformim që ne tham, sepse kështu është nishani, nga cila shtresë e lëkurës e ka marrë origjinën, dhe nisur nga çfarë shtresë e lëkure i përket, ne shohim formën fizike ose atë që e shohim me sy të lirë. Me sy të lirë, kuptoj. Ndërkohë që ka një qarkullon të pak të një shprehje në popull, kemi dëgjuar nga gjyshet, po dhe nga nënat tona, që nishani nuk duhet prekur në kuptimin ta dëmtosh, të tentosh të bësh diçka e kështu me radhë. Ka që rrezikshëm është një nishan, nëse ne tentojmë të ndërhyjmë? Siç po themi, janë të keq formuara qelizat e nishanit. Nuk janë qeliza normale. Si të tilla, nuk kanë barrierat, nuk kanë mbrojtje, nuk kanë funksionin e një pjesës tjetër të lëkurës. Për këtë arsye, ata janë gjithë këto, pra qelizat e këtij nishanit që është i keq formuar, janë më të riskuar, janë më delikat kundrejt traumës, kundrejt diellit, janë më delikate kundrejt
të kruarave, pra trajtimeve fizike ose diçka tjetër që mundet të riskojmë duke e bërë. Dhe për këtë arsye ekziston kjo fjala në popull që nuk duhet trazuar, sepse në momentin kur ajo trazohet, nuk i ka elementet e rigjenerimit apo të mbrojtjes, siç mund të jetë një pjesë tjetër e lëkurës që të fillojë që të rigjenerohet. Pra një nishan nuk ka tendencë të rigjenerohet. Nuk ka tendencë të rigjenerohet, ka tendencë të degenerohet, që do të thotë të shndrohet në diçka jo të mirë. Dhe pikërisht për në këtë aspekt kemi këtë paksa që ne ju japim të drejtë deri diku, mitit që ekziston që nishanet nuk duhet që të preken. Por ne duhet që të shqetësohemi dhe duhet që të ndërhyjmë, jo duke i prekur, por duke i trajtuar. Dhe do të flasim për trajtimet, se dhe këto janë një çështje tjetër. Kur ose kë mund të quajmë ne një nishan normal? Kush quhet një nishan normal? Një nishan quhet normal kur ne patjetër e shohim atë me sy të lirë. Dhe ka pikë së pari në bazët të përmasave që ka. Duke filluar, nëse ai është në diametër, disa milimetra, është në rregull. Pra madhësia pikë së pari e nishanit. Tjetër, duke shkuar pastaj edhe vetë personalisht, po duke shkuar te specialisti, po pa shkuar te specialisti, ne mund ta vetë diagnostikojmë një nishan duke e parë që ai nuk na jep absolutisht asnjë lloj shqetësimi ose problemi. Duke qenë ai që nuk i ndryshon format, nuk i ndryshojnë përmasat, nuk i ndryshojnë ngjyrat, kështu që deri këtu ne jemi te një nishan normal. Edhe jo i rrezikshëm që të mundet të thuash. Po, një nishan bëhet i rrezikshëm kur fillon ta ndryshojë formën, po jo gjithmonë për i vërtetë se jemi të vëmendshëm për ta parë një gjë të tillë. Jo, ekziston e drejtë për drejta dhe nuk ekziston, që do të thotë ka plot raste të traumave të nishaneve, të cilat mundet që të ndryshojnë formën për një arsye ose për një tjetër dhe nuk është e thënë që drejt për drejt të shndrohen në një formë jo të mirë, kanceroze. Ashtu siç ne duhet që të jemi alert apo të kujdesshëm për nëse ndryshon formën, do duhet që ta shohim edhe pastaj specialisti vendos nëse është problem apo nuk është problem. Mirë, unë të doja ta konkretizonim në fakt për gjithë ata që duke na ndjekin, do të ndiqim një grup fotosh që doktoresh Laura në fakt na i ka vënë në dispozicion për të njohur me disa lloj nishanesh që do t'i shfaqim tani në ekran, sigurisht që jo për gjithë pamjet mund të jenë të këndshme, sepse sigurisht ato janë fotografuar nga afër edhe kjo është një pjesë trupi në përgjithësi, pjesa më e madhe, cila pjesë e lëkurës së trupit është më shumë e mbushur me nishan? Atëherë, kryesisht janë ato që janë të ekspozuara në diell. Kryesisht ato që janë të ekspozuara me faktorët e jashtëm. Kryesisht ato që janë të ekspozuara për hir të punëve ose të profesioneve të ndryshme që ato kanë. Ne i gjejmë në shpatullat, në kurriz, i gjejmë në pjesën e fytyrës, më shumë në buzët patjetër, në hund, në pjesën e kapakëve të syve lart e poshtë apo në duar. Por keqformimet mundet që duke qenë të tilla që do të thotë, këto janë pra vendet që janë më të riskuara për të pasur nevuse apo nishane. Por pikë së pari kur ne shohim me sy të lirë, shohim edhe e konkretizojmë nëpërmjet fotos numrin e nishaneve, përhapjen e tyre, shohim ngjyrën e tyre, madhësinë e tyre dhe pastaj ajo kalohet në një ekzaminim tjetër që është më specifik, siç është dermatoskopi. Nëse kemi 50 nishane, pra nga 10 deri në 50, është normale, nuk futet te alarmantët, duke i numëruar të një pjesë të trupit të gjithë secilit që ka për të ardhur për të shqetësuar për ato nevuset e veta.
nëse ai nuk është i riskuar ose nuk ka një punë të tillë që të ekspozohet her pas here në diell, në rrezatimet e ndryshme, se sot nuk kemi vetëm diellin, kemi rrezatimet ultraviolete, me radhë gjithë fazat ose ka punë të tilla siç janë elektricistët, gjithashtu ose saldatorët, të cilët rritet risku për të degeneruar një nishan. Dhe siç duhet që ti themi, kemi shndrime melanocitare dhe shndrime hipermelanocitare. Melanocitaret mund të shndrohen paksa edhe në një nishan, mund të shndrohet në një melanom, ndërsa hiperproliferimet nuk janë të rëndësishme edhe të rrezikshme. Mund të kalojmë tani një foto tjetër? Dhe pse jo të tregojmë lloje të tjera të nishanëve? Po, siç e tham, kemi edhe pjesët e fytyrës, të hundës, kjo është në hund, edhe kjo është një nevus bejni, quhet keratoakantom, e gjejmë zakonisht te moshat e vjetra. Do duhet që ta kemi parasysh. Jam kurioze, në përgjithësi tek mosha e tretë ne shohim një shtim të numrit të nishanëve. Kemi shtim të numrit të nishaneve, po teorikisht deri në moshën 50 vjeç janë ato që shtohen edhe duken më shumë. Pas moshës 50 vjeç nuk kemi shtim në numër, po kemi ndryshim ose degenerim të tyre, edhe kështu që në këtë pas të 50-ave shohim ndryshime të tyre, sepse deri në 50 vjeç nuk kemi daljen në numër të nishaneve të reja, por ato që janë mundet që të degenerojnë, që të ndryshojnë. Fjala degenerim nuk do të thotë domosdoshmërisht malinjizim ose një diçka e keqe, por ato të ndryshojnë formën, ngjyrën e kështu me radhë. Po, mund të shohim edhe një foto tjetër ndoshta në ekran. Të shohim një foto tjetër për të na treguar në fakt lloje të ndryshme në dorë. Kjo është një nevus që është në pëllëmbën e dorës, paksa afër gishtit. Që gjithashtu pacienti është shqetësuar dhe ka ardhur për të parë, sepse ajo vere që jo gjithë nevusi është i njëtrajtshëm, por ka një pjesë të sipërme, shumë e dallueshme, e cila ka një ngjyrë kafeterët dhe një nga pjesa tjetër, dhe që pas ekzaminimit patjetër klinik edhe me dermatoskopi, ajo nuk është ndonjë gjë e rëndësishme, por pas një traume kemi aty një paksa hemoragji e cila ka marrë atë ngjyrë dhe që kalon nëpërmjet një trajtimi. Që do thotë jo domosdoshmërisht mund të goditesh dhe të presësh që të gjakoset, po ndoshta edhe pas një arsye një nishan mund të gjakoset. Po, patjetër. Edhe pas një arsye një nishan mund të gjakoset. Një nishan mund të gjakoset sepse duke qenë që ai është i keq formuar, por ka gjaku, ka fije nervore, ka gjithë sistemin, ashtu siç mundet që të jetë pjesa tjetër e lëkurës, kështu që ndodh që këto enët e gjakut mundet që të çahen aty brenda, ose mundet që të ndryshojnë, dhe kështu që për këtë arsye kemi këto fenomenet hemorragjike. Po, mund të shfaqim edhe një foto tjetër në ekran për të folur sërish për forma të ndryshme. Doktoresha ka zgjedhur pikërisht atipike. Po, atipike sepse janë edhe ndodhen në pjesë ndryshme të trupit. Ngjyra është krejtësisht ndryshe nga ajo që pam, doktoresh? Po, ne e gjejmë patjetër. Ngjyrat janë nga ngjyra e mishit ose e pa. Dhe kjo është ajo që thamë, që është pak në sipërfaqe. Sigurisht që ne shohim, nëse e shohim nga afër, kemi edhe të zmadhuara gjithë poret e lëkurës. Si do të thotë, ky nuk është një nevus epidermal, pra i shtresës të sipërme, po është një nevus i shtresës dermale, i shtresës të mesme. Dhe për këtë arsye, meqense ai e ka marrë edhe shtresën e sipërme të lëkurës dhe është i ngritur, na po e shohim që e ka zgjeruar ato poret e lëkurës edhe kështu gjithë fizionominë e saj në mënyrë që për të treguar si është një nevus mbi lëkurë edhe si është një nevus në shtresat më të poshtme të lëkurës. Kanë më shumë rrezikshmëri ato që ndodhen pra në sipërfaqe, apo ato që janë dhe njëshme sipërfaqen e lëkurës? Jo, më së shumti janë të rrezikshme ato që e marrin origjinë ose janë që është një qelizë e vetme e transformuar, jo që janë të përbëra nga disa qeliza ose një grup qelizash. Kështu, duke parë, do duhet që duke parë elementet e tjerë. Për shembull, njerëzit tremben edhe kanë shumë frikë kur na vinë me nevuse epidermal ose ato që quhen nevuse seboroik ose që janë të ngjashme si një
frut pylli, manafer. Ato duken për syrin nga jashtë për të parë, çfarë rrezikshmëria mund të ketë, por ato janë më të parezikshmet. Kështu që jo çdo gjë që duket është ashtu siç duket në fakt. Në fakt e përcakton specialisti. Përcakton specialisti. Nuk e di nëse kemi foto të tjera në këtë grup të parë. Stresat e lëkurës. Po, edhe në pjesën e buzës kemi. Po, edhe në pjesën e buzës në përgjithësi bëhen edhe janë të riskuar njerëzit të cilët punojnë në fusha, jashtë të ekspozuar në diell, ata që pinë duhan, më së shumti janë të rrezikuar për të ndodhur çrregullime dhe dalje të diskeratozave, të nishaneve dhe elementeve të ndryshme. Që do thotë konsumi i duhanit mund të jetë një faktor për konsumi i duhanit, po, patjetër. Shumë interesante. Mirë, vazhdojmë me ndonjë foto tjetër nëse kemi? Kemi foto tek pjesa e qafës, duket. Po. Nëse do duhet që të afrohen, ato janë fimre kutis ose skin tags ose ka disa emërtime të cilat mundet që t'i gjejmë në për terminologjinë tonë apo mishtore quhen në gjuhën popullore, të cilat nga ndryshojnë nga nishanët. Në përgjithësi njerëzit kanë shumë nga këto. Kanë të cilat janë thjesht të shtresës të sipërme. Janë zgjatime të lëkurës, pra janë krejt normale, nuk është se kemi të bëjmë me një keqformim të lindur apo të formuar. Por këto janë thjesht të zgjatime të lëkurës të cilat është paksa predispozicioni gjenetik i personit që e ka, zakonisht lidhen dhe ne ua kërkojmë ekzaminimet për të parë nëse kemi një predispozitë për një diabet në familje ose këta që mund të jenë të riskuar për çrregullime të glicemisë, pra të diabetit apo të yndyrnave në gjak dhe pastaj janë totalisht të trajtueshme. Të trajtueshme do thot ato mund të hiqen me një ato mundet që të hiqen, po. Lehtësisht, po. Mund bëhen lehtësisht pas një lloj problemi. Pas një lloj problemi nuk futen të nishanet dhe prandaj estetike. Po. Po këto mund të jenë shumë herë më të lehta për t'u trajtuar, për t'u hequr se sa nishanet. Po, sepse nishani patjetër që do ekzaminimet e veta, këto janë në përgjithësi nuk ka nevojë për një ekzaminim specifik. Mirë, nuk e di nëse kemi foto të tjera? Po, gjithashtu, por është, domethënë, mishtoret ose skin tags si themin. Të cilat në pjesë të ndryshme bëhen edhe të bezdisura shpeshherë. Bëhen të bezdisura. Pacienti na ka ardhur pasi i kishte dëmtuar në pjesën e sipërme, mundet që ta shohim, kishte përdorur diçka erozive ose gërryese për duke u munduar që të mundet t'i trajtonte, por në fakt ishte infektuar. Kështu që në këto raste rekomandohet të hiqen. Rekomandohet të hiqen. Kemi foto të tjera? Kemi në pjesën e ballit. Po. Këtu duket që kemi një moshë të tretë edhe kemi një nishan goxha të zmadhuar. Po, është i zmadhuar nëpër masa, por nuk është i rrezikshëm, për këtë arsye e kemi demonstruar edhe duhet që ta shohim. Që do të thotë që ai është një nevus i madh, por nuk është i rëndësishëm dhe i rrezikshëm, është në përgjithësi këto që dalin pas një farë moshe, që degenerojnë edhe që mundet, por nuk ka asnjë lloj rrezikshmërie dhe kështu që është thjesht për efektin estetik. Ndërkohë që një pjesë e tyre janë, duhet të kenë kujdes pacientët, njerëzit duke pasur parasysh që janë dhe shumë afër kokës, flokëve. Duhet që të kenë kujdes, thjesht në mënyrë thjesht me ato zhargonin e zakonshëm që të mos acarohet ose gjakoset ose të mos kruhet, por thjesht që të mos infektohet, sepse ajo është rreziku më i madh që mundet t'i ndodhë. Mirë, e shfaqim edhe një foton që sapo doli, një nishan i cili ndodhet në pjesën e këmbës. Pra nishan mund të jenë të ku do ndodhura. Po, gjithandej. Për këtë arsye e kemi marrë edhe këtë si shembull, që do të thotë është në një formë e tillë nishanit, i rregullt duket. I rregullt duket dhe është aq i bukur, do të thënë nuk duket shumë me foto, po ishte lidheshe me lëkurën normale me anët të një qafe shumë të hollë. Sikur një korpudh ose një çadër me bisht. Që do të thotë që pavarësisht se është pjesa e këmbës e mbuluar, nuk është shumë ekspozuar, e merr dhe gjithë ato që po themi për rreziqet e ekspozimit, përsëri keqformimet ndodhin dhe bëhen. Dhe këto mund të ishen lehtësisht. Gjithashtu. Për efektin estetik, patjetër.
Ngjyrat janë të çuditshme. Ngjyrat janë të çuditshme dhe kjo është të një fëmijë i vogël. Dhe pikërisht ne kemi marrë sepse është nga ato lloj nevuse që quhen kongenital ose të lindurat, të cilat ka ndodhur ky keqformimi dhe që ajo është në monitorim. Është e vogël nëpër masa, nuk ka çrregullime, pra është në forma të rregullt, nuk ka ngjyrën gjithashtu që e gjejmë të njëtrajtshme, pavarësisht se ngjyra është ashtu e bukur, por është e njëtrajtshme, nuk kemi larmishmëri brenda nishanit. Kështu që kur të rritet edhe pak, ajo është në monitorim, por mundet që ta heq thjesht për efektin estetik. Estetik, po. Në këtë grup të parë, nuk e di nëse kemi më foto? Nëse jo, sërisht. Kjo është ajo që ndoshta folëm pak më parë, doktoresh, që duke sikur është e përbërë nga pjesë të ndryshme? Kjo është një gjithashtu skin tax, nuk është ai nevusi seboroik, të cilin do duhet që të shohim një foto tjetër, por është e madhe. Për këtë arsye e kam treguar edhe ekspozuar, ose mishtore në gjuhën popullore, e cila është krejtësisht benigje dhe pas një lloj problemi për shëndetin. Është vetëm problem estetik. Patjetër. Këtu kemi pak më parë, kurrizin, në shpatulla, në pjesën e kurrizit, kemi një numër të kemi numër të madh nevusesh ose nishanesh, kemi ndryshime, jo ndryshime, po larmishmëri të formave, kemi larmishmëri të ngjyrave, të nishaneve të ndryshme, dhe për këtë arsye futen te persona të cilat nuk rrezikohen, po duhen mbajtur në vëzhgim dhe rekomandohet dermatoskopia një herë në vit për të parë ndryshimet e vogla që ne nuk mundet t'i shohim me sy të lirë. Po. Gjithashtu është një moshë e madhe relativisht, por që janë thjesht benigje. Janë të mëdhenj, por janë benigje dhe nuk janë të rrezikshëm. Të rrezikshëm, po. Shumë afërmirësit. Sërish një element benigj i lëkurës. Që në fakt në të tjera raste është acaruar sepse ata e kanë dëmtuar, e kanë duke manipuluar, domethënë duke, ekzistojnë edhe këto metodat ose trajtimet popullore dhe këto të tjerat, edhe kështu që ka ardhur për të shqetësuar pasi ishte dëmtuar nishani. E kishte dëmtuar fal traumës që i kishte shkaktuar vetë, jo një nishan tjetër në pjesën e vetullës, po. Po, tek syri e përmendëm pak më parë, në vetull, pra në çdo pjesë të trupit mund të dalin nishana. Në çdo pjesë të trupit zakonisht, më shumë, ne i gjejmë patjetër tipet e lëkurës janë 4, nga të bardhë në kuptimin që nuk kanë melanin, sepse kjo është pigmenti i ngjyrës, deri në ata që kanë maksimumin e melaninës, siç janë racat indiane, me radhë, dhe në varësi të tipit të lëkurës, tipi i parë dhe i dytë është më i rrezikuar për të ndodhur keqformimet. E njëjta gjë edhe në qafë, edhe kjo duke pasur për masa të mëdha rekomandohet shpeshherë bëhen pengesë, rrobat, flokët. Po, gjithashtu edhe kjo është një nga ato forma që ne folëm edhe thamë, një nevus i cili është i formuar me disa të tilla të vogla, të cilat secila nga këto pjesët mundet që të bjerë edhe të coptohet edhe pacienti shqetësohet të çfarë më ka ndodhur. Nuk japin hemoragji, pra nuk japin çakderdhje. Pra mund të ndodhë që vetë një nevus të shkëputet nga lëkura? Mund të ndodhë që të shkëputet, patjetër, kur nuk shkon, pengohet ushqimi, ose mund të mbyllet për një arsye ose për një tjetër ena e gjakut, pra ai ndodh nekrotizimi. Gjithashtu mundet që të ndodhë e që të shkëputet kur mund të kemi ndonjë traumë ose ndonjë gjë, por kjo është dhe nuk është problem. Nuk është problem, po. Nuk e di, nuk besoj në këtë pjesë partë kemi më, sepse do të vazhdojmë të flasim pastaj pikërisht për riskun që kanë nishanet. Doktoresh, e përmendë pak më parë, po janë të trashëguara nishanet? Nuk janë totalisht të trashëguara, por ne i gjejmë të personat të cilat kanë të afërm, që mund të jenë prindrit e tyre, ose me lidhje gjaku, që mundet që të kenë nishane gjithashtu. Përveç kësaj, ka plot nishane të cilat janë tipike për atë llojin e gjenetikës ose atë llojin e tipit të lëkurës që ka familja e tyre në rrjedhën e jetës. Sepse kemi plot që thonë, jo, këtë nishanin e kam si halla, ose e kam si tezja, ose e kam si nëna,
Dhe pikërisht për këtë gjë, ato nuk janë të trashëgueshme, por gjithsesi është predispozicioni gjenetik që brenda një familje, brenda një trungu familjar, ne gjejmë të ngjashëm. E kuptoj. Po, ndërkohë shohim njerëz të cilët kanë shumë nishan siç e pam, ka njerëz që mos kenë fare dhe lëkura e tyre është qelibar e pastër. Pse ndodh kjo? Sepse janë disa arsye, nuk është se është vetëm një arsye që pse dikush ka nishane dhe dikush tjetër nuk ka nishane. Pikë së pari po themi është predispozicioni gjenetik, që do të thotë ka disa persona që janë të riskuar për të ndodhur këto keqformimet që në formimin e tyre të embrionit edhe të jetës, ka disa persona të tjerë që nuk janë të riskuar për të ndodhur ky keqformimi. Pikë së pari. E dyta është, siç e përmendëm pak më lart, tipi i lëkurës. Disa lloje tipe lëkure janë më të predispozuar për të ndodhur këto keqformime se sa disa tipa të tjerë të lëkurës që po themi. E treta, kemi ekspozimin edhe keq ekspozimin në diell, në të ngrohtë, në të ftohtë, pra në kushtet atmosferike, të cilat bëjnë që të stimulohen disi, pra pak më shumë apo pak më pak, diku pak më pak, formimi i nishaneve. Përveç kësaj, kemi patjetër, janë disa patologji të tjera ose sëmundje të tjera të organizmit, të cilat janë të brendshme, por ato shoqërohen edhe shfaqen me bashkë shoqëruara me këto elementet apo me nishanet në lëkurë. Ne duhet ta dimë që lëkura nuk është vetëm ekspozite vetes, por është edhe ekspozite organizmit të brendshëm. Kështu që ose pasqyrë e organizmit të brendshëm, kështu që kur ne shohim lëkurën, shohim edhe lëkurën vet, por shohim edhe mirëqenien e vetë personit në brendësi të situatave të ndryshme. Për shembull, kemi plot probleme të diku aty këtu të brapambetjes mendore që shoqërohen me çrregullime të formimit me nevuse të shumta, të cilat janë bashkëshoqëruese. Kemi elemente të çrregullimit të yndyrnave, kemi elemente të kur nuk funksionon mirë mëlçia që dalin në lëkurë. Kemi elemente të shfaqjes të çrregullimeve të diabetit që dalin gjithashtu në lëkurë. Kemi çrregullime të gjendrave tiroide që gjithashtu na shfaqen me elemente në lëkurë. Kështu që ka sot mundësi që një nishan të trajtohet me herët? Nëse ne kemi dhe rrisim ndërgjegjen edhe edukatën mjekësore. Për të parë edhe për të kujdesur për në mbarvajtje, në vazhdimsi, duke bërë kontrole të ndryshme të herë pas hershme, është më e mirë mundësia edhe është për të kapur më herët për të diagnostikuar më herët. Një numër të konsiderueshëm nishanësh, ne tham pak më parë që 50 e lartë njeriu duhet të jetë kujdesshëm. Sa herë duhet shkojë te mjeku, te dermatologu? Të paktën një herë në vit, kur mbaron stina e verës. Pasi jemi kthyer edhe nga pushimet edhe kemi qenë gjithkohë të ekspozuar në diell. Ndërkohë, si mund të mbrojmë ne një nishan? Si mund ta mbrojmë ne një nishan? Po, që të mos e kthejmë atë në një nishan që të mos ketë ai risqet të riskuar. Duke pikë së pari duke përdorur zbutësit edhe hidratuesit. Kur edhe për gjithë lëkurën, po flasim edhe për këtë pjesën. Duke ditur edhe thami që është i keqformuar, nuk i ka gjithë funksionet të mbrojtjes, të funksionit të lëkurës, pra siç është një lëkurë normale, kështu që edhe për këtë arsye do të duhet që ta ndihmojmë pak nga jashtë, duke e zbutur, duke e mbajtur butë, duke e hidratuar, duke e mbrojtur pastaj. Hapi tjetër është, por duke e mbrojtur nga ekspozimi i tepruar i rrezeve të diellit. Tani ne jetojmë në një qytet të ftohtë. Ne jemi për fat të mirë, po. Jetojmë në qytet të ftohtë, doktoresha thotë është fat për ne që nuk kemi shumë ditë në vit diell, sepse për gjithë ata që kanë shumë nishan kjo mund të përbëjë një problem, por në momentin që ne shohim diellin, kemi predispozicionin të qëndrojmë me orë të tëra për të marrë atë vitaminën D që na mungon, dhe nuk tregojmë shumë të kujdesshëm, sidomos në ditët e para të pranverës.
por do të duhet patjetër dielli, ushqimi i shëndetshëm, ushtrimet fizike ose puna fizike, ajri i pastër janë elemente të cilat janë mirë për organizmin, i shërben organizmit, i shërben edhe lëkurës patjetër. Por ndër të tjera do duhet që të përdorim pak mbrojtje për tu ekspozuar. Një person që ka mbi 50 nishane, sa duhet jetë faktori mbrojtës i kremit? Atëherë, faktori mbrojtës nuk është se është ndonjë tregues. Faktori mbrojtës që shkruajnë tubetat që përdoren me kremin për të mbrojtur nga dielli, janë të tilla dhe shkruhen për të na treguar ne sa i gjatë është mbrojtja që bëhet nga njëra lyerje në lyerjen tjetër. Që do të thotë, nëse ai është një krem me faktor 15 ose 20, do të thotë që trupi e ka veç se për një orë mbrojtjen dhe pas një ore nuk është më efektiv. Nëse është 30, mundet që t'jetë 2-3 orë, nëse është 40, me radhe dhe 50. Dhe pas 50 e tutje, në përgjithësi janë më shumë për marketing, më vjen keq që po e them, edhe për shitje, por maksimalja është te 50. Nuk ka kuptim njësoj të njëjtën funksion kryen si ai që është me faktor 50, si ai që është me faktor 100, ose 90 ose 80. Por thjesht na tregon sa është kozgjatja e mbrojtjes nga njëra lyerje në tjetrën. Teorikisht, edhe trajtimet ose përdorimi i kremit me faktor mbrojtës është i ndryshëm. Doktoresh, e dëmtojnë produktet kozmetike një nishan? E dëmtojnë. Patjetër që është i domosdoshëm, sidomos për është i domosdoshëm, por e dim sa më pak që të përdoren, aq më mirë është, edhe gjithmonë sa që duhet që të përdoren, do duhet që të përdoret një krem zbutës poshtë, ajo që quhet baza, në mënyrë që poret të bllokohen me një gjë më pak të dëmshme të mundshme. Mirë, po tani pavarësisht se mund të duket pak si çudi, po ushqimet që ne konsumojnë, sa ndikojnë tek deformimet që mund të pësojnë një nishan? Kjo nuk duket në fakt, patjetër që ndikojnë edhe dëmtojnë. Por, me thënë të drejtën, nuk e jep atë ndryshimin të dukshëm për një herësh, ose të dukshëm që të jetë i kapshëm për syrin e njeriut. Por, unë mendoj që me dekada, ose duke kaluar brezat nga njëri brez të tjetrin, vihen re këto ndryshimet edhe degenerimet. Jo më kot, ne vemre në fakt që brezat që vinë kanë më shumë keqformime se sa brezat që kanë qenë më përpara. Që do thot një faktor mund tjetë edhe një, po shkencërisht ndoshta nuk është provuar. Shkencërisht çdo gjë që nuk është mirë për organizmin, nuk është mirë as për lëkurën. Lëkura është, siç tham, pjesë e organizmit, kështu që një gjë specifike nuk ka, por e marrim të mirë qenë. Doktoresh, ne pam një sër fotosh ku nishan ndodheshin në pjesë të ndryshme të trupit. Në cilën pjesë të trupit nishani mund të bëhet më i rrezikshëm? Janë disa më specifike. Pjesë kurrizi i hundës. Kurrizi i hundës, po. Buza e poshtme, kapaku i syrit, i poshtmi, gjithashtu, edhe shpatullat. Edhe shpatullat. Sidomos pjesa e fytyrës që kërka... Pjesa e fytyrës është më e... përveç specifikat që ka. Lëkura e fytyrës më është me hollë me ndjeshme. Nuk është si pjesa tjetër e lëkurës. Dhe pikërisht kur jemi fytyra këtu është me ekspozuar kundrejt të ngrohtit, të ftohtit, ujrave, elementeve të diellit, solarëve, gjithë të tjerave me radhë. Tani folëm vetëm për diellin, po e ftohta, shiu, bora mundet ndikojnë? Ndikojnë shumë. Të njëjtën gjë? Me jo të njëjtin rrezikshmëri, por që ndikojnë. Ndikojnë. Në fakt, doktoresh, ne pam në pjesë të ndryshme të trupit nishan, po në cilin moment ne duhet i drejtohemi mjeku, se e neglizhojmë, e tham që rekomandohet njërë në vit të bëhet normalisht një kontrol, po ne shpesher kemi tendencën që shkojmë te mjeku atëherë kur shohim problemin.
E supozojmë se shohim një ndryshim, kemi problem, në cilin moment duhet vim tek Në momentin më të parë që mundet ta konstatojmë që do të thotë çfarë ndryshime mund të pësoj një nishan? Atëherë, nishani mundet që të përsoj patjetër, po që pikë së pari ndryshon për masat që e tham, por ndryshon formën. Rritet nga një anë, nuk rritet në anën tjetër. Ndryshon ngjyrën brenda tij. Diku mund ta shohim që ka filluar të zbardhet, ose të shtojë ngjyrën, të hiperpigmentizohet, ose të kemi ato çrregullimet brenda ngjyrës. Diku e shohim kafe më të hapur, diku e shohim kafe më të errët. Këto janë ato më të dukshmet që mundet që t'i shohim. Përteja saj mundet që të kemi, siç tham, që të filloj të kruhet, të filloj të acarohet, pra të ndryshoj strukturën e vet, të filloj hemoragjia, pra ose të gjakoset, siç mundet që ta shohim. Kështu që këto janë ato më të rëndësishmet edhe më kryesore. Pra në momentet që kemi të tilla shenja, duhet drejtohemi patjetër tek një mjek. Duhet që të drejtohemi te mjeku për të konsultuar dhe për të parë që çfarë problemi ka me këtë. Por përteja saj, edhe ato që thamë në nevus e dermal, do duhet që t'i shohim, të sigurohemi që jemi të tilla, pa na dhënë ato ankesat që po themi. E kuptoj. Pa filluar një shenjë. A mund të zhduket një nishan, doktoresh? Në kuptimin? Pra të zhduket, pas një farë kohe mos e shohim aty ku ishte. Janë raste, por janë të rralla. Mund të ndodh kjo? Mund të ndodh, po varet nga origjina, si po themi. Ka disa lloje nevusesh, të cilat duke u rritur ne, ndryshon patjetër, ndryshon organizmi, ndryshon strukturat edhe nga vetë përbërja e lëkurës, kështu që ka edhe kjo ekziston. Edhe kjo ekziston. Kur një nishan kthehet në kancer lëkure? Ka disa nevuse të caktuara, të cilat mund të kthehen në kancer lëkure. Jo domosdoshmërisht, çdo lloj nevusi mund të shndrohet apo që ta kemi frikën, sepse mundet që mund të na ndodh në të ardhmen. Por më predispozitë janë ato që quhen nevus melanocitar, që do të thotë, siç thamë në shtresat e lëkurës. Nevusi melanocitar është keqformim i qelizave të melanociteve, ose të qelizave që janë për ngjyrën e lëkurës. Dhe këto grumbullime që ne i shohim më të errta, që cilat quhen nevus melanocitar, në përgjithësi kanë riskun, edhe këto, jo 100%, por 30-35%, kanë riskun që mund të shndrohen në një kancer të lëkurës. Dhe ato kanceri që e merr origjinën nga nevusi melanocitar, quhet melanoma. Melanoma është kanceri më i rrezikshëm edhe më vdekjeprurës i lëkurës. Përtej kësaj mundet që të kemi patjetër edhe 3 forma të tjera të kancerit, të cilat nuk marrin origjinën nga nishanet, por që është kancer lëkure. Kancer lëkure. Dhe kjo varet nga çfarë strese formohet kanceri. Nuk është domosdoshmërisht që të shndrohet një nevus në kancer lëkure, por bëhen kanceri i lëkurës. Kemi kancerin bazocelular ose bazoqelizor që merr origjinën nga shtresa bazale e lëkurës, kemi kancerin spinocelular, kemi dhe atë që quhet keratoza aktinike. Pra këto janë më të rëndësishmet 4 forma të kancerit të lëkurës, ndër të cilat melanoma është ajo që është më e rëndësishme dhe që shndrohet një nevus melanocitar në melanom. Për këtë arsye ne duhet jemi të kujdesshëm për nishanet apo për nevusin. Doktoresha na ka sjellë një grup fotosh ku janë pikërisht këto rastet e rënda të konsiderojmë të tilla, kur pikërisht nishani, një nishani i cili ka psuar ndryshimet e veta për arsye nga më të ndryshmet, është ndëruar në një kancer. Ne do t'i shohim, sigurisht që fotot nuk janë të këndshme, por për të kuptuar edhe për gjithë ata që janë duke na ndjekur, edhe pse jo, për të qenë të vëmendshëm ndaj ndryshimeve që psojnë nishanet në trupin tonë, se kemi, po. Këtu është dëmtuar nishani, doktoresh? Jo, s'ka lidhje, është kancer spinocelular. Si dallohet kjo? Se duket shumë normale në pamje të parë. Duket shumë normale në pamje të parë, por duket për vetë ecurin, kur pacienti ose pacientja thotë që është një element që më është bërë ka 2 vjet.
nuk ka pasur absolutisht asnjë gjë tjetër më përpara. Pra, anamneza ose e pyetura e pacientit është kryesisht janë ekzaminimet e ndryshme si puna e dermatoskopisë apo një që nuk e përmend dhe që duhet ta themi biopsia e lëkurës ose biopsia e këtij elementi, këtij formacioni. Në rastin konkret kur ajo merret edhe diagnostikohet mikroskopikisht për të parë të që është tipike, që është një kancer spinocelular. Po. Kemi dhe foto të tjera, i shfaqim dhe ato në ekran. A dhe në këtë rast e kemi në hund, thamë që janë disa pjesë të trupit që... Është më e rëndësishme edhe ky rasti ka qenë, le të themi, një nishan që zonja thoshte që ishte një nodus në ngjyrë të bardhë, jo me në një ngjyrë, por pa ngjyrë, pothuajse si ngjyra e lëkurës, por që ishte pak më ngritur mbi sipërfaqen e lëkurës, edhe që pastaj duke kaluar koha. Rasti i zonjës është edhe për faktin se është me vitiligo, që do të thotë ka mungesë të pigmentit të lëkurës. Dhe një pacient kur nuk ka, ose një njeri kur nuk ka melaninën, që i mungon, nuk ka mbrojtje, sepse melanina ndër të tjera ngjyra e lëkurës është edhe për barierë për... Në këtë rast ka tendencën për të prekur. Ka tendencën për të prekur edhe për të shndruar në një formë, po e për fakt është kancerogjene për bazë celulare e lëkurës. Vazhdojmë me foto të tjera. E kemi në pjesën e faqes. Në faqe, po, formë, e cila ka ardhur si pasojë, ka filluar duke u rritur me kalimin e viteve, ka filluar dhe hemoragjinë dhe gjakosjen, edhe zonja është drejtuar te ne për të kuptuar me çfarë ka të bëjë. Në këto raste, doktoresht, direkt rekomandohet operacioni? Pas vendosjes të diagnozës, por nuk është operacioni e para që mundet. Ne kemi trajtime të ndryshme. Pra jo domosdoshmërisht mund bëhet një operacion? Jo domosdoshmërisht mund të bëhet operacion, në varësi të tipit, përmasave, formës, nga ka ardhur sa pacienti vetë, ne kemi disa mënyra trajtimi. Mundet që të bëhet radioterapi ose trajtimi me reze, mundet që të bëhet operacioni, mundet që të bëhet trajtimi me krioterapi ose nëpërmjet azotit të lëngshëm, ose nëpërmjet termokauterit apo trajtimeve të fundit që janë me lazer. Dhe gjithsecila nga këto bëhet sipas specifikës përkatëse. Kjo është një formë, ajo që tham e melanomës. Ne kemi parë dhe treguar për të treguar që edhe pak neglizhenca është pikërisht ajo kultura shëndetësore që ne përmendëm. Ai fillimisht ka qenë një nishan i zi, është në pjesën e kurrizit. Po. Dhe duke kaluar koha edhe vitet, se gjithashtu ne e gjejmë këtu te një zonjë në moshë, ka filluar që të ndryshojë, të degenerojë, të fillojë të hemoragjia, ka filluar që të infektohet. Edhe këtu është bërë alarmante më pas. Është bërë alarmante më pas, por që për fat të mirë është e trajtueshme me kirurgji. Ajo hiqet. Doktoresh, e ndryshon përpara se sa të komentojmë këtë, me kalimin e moshës mund të ndryshojë forma e një nishani? Me kalimin, po patjetër që mund të ndryshojë. Por forma duhet të jetë uniforme e ndryshuara. Jo, në këtë rast duke shë goxha e zmadhuar nishani. Duke e zmadhuar sepse ajo është shndruar në melanom tashmë. Mirë, i rikthemi asaj fotos se është pikër po. Kemi një element, përveç se patjetër, ne duhet që të bëjmë një ekzaminim të mirë, jo vetëm të lëkurës nga jashtë, por ne mundet që ta gjejmë edhe në mukozat. Këtu është në mukozë, pra në pjesën e brendshme të buzës, në mukozën bukale. Mundet që ti gjejmë edhe midis gishtave dhe ka nevus e melanocitik. Mundet ta gjejmë në shputën e këmbës, gjithashtu, një nevus të melanocitik. Dhe prandaj e kemi marrë për ta treguar që kudo mund të ndodhet. Kudo mund të ndodhet. Në këtë rast besoj doktoresh rekomandohet një operacion. Rekomandohet operacion. Ndërhyrje dhe besoj pastaj ekzaminimet përcaktojnë protokoll për trajtimet e mëvonshme. Trajtimet e mëvonshme janë në bazë të përgjigjes të biopsisë. Ka disa forma të kancerit të lëkurës, të cilat për fat të mirë janë vetëm në sipërfaqe, hiqet dhe nuk ka më nevojë për trajtime të mëtejshme. Po.
Në pjesën e e syrit. palpebrës të poshtme është gjithashtu një formë kanceri. Ne nuk kemi pasur më përpara një nevus ose një nishan, por ai është shfaqur krejt papritur edhe ka filluar ashtu siç ne e shohim të acarohet sepse na tregon pjesa e skuqur është bërë pa plagë edhe ka filluar dhe të infektohet edhe akoma hemoragjia, por në një fazë të mëdhenshme. Është e rëndësishme sepse në pjesën e palpebrës të poshtme është një zonë patjetër shumë jetike, pacienti do duhet që të bëhet patjetër me kirurgji, sepse për ndryshe nëse e le, kemi ulje të kapakut të poshtëm të syrit edhe skuqet syri, apo kemi prekje edhe të kanalit të lotit. Pra janë shumë të rëndësishme për të trajtuar. Nuk e di nëse në këtë grup fotosh kemi të tjera foto që mund të shfaqen në ekran për të treguar lloje të ndryshme. Kjo ka një ngjyrë shumë të zezë. Është degenerim. Po, ai ka qenë një nevus kaf, edhe gjithë pjesa e sipërme tani është shndruar dhe është degeneruar dhe kemi një rast melanom. Edhe kjo ngjyrë e zezë duhet të na... Ajo ngjyra e zezë patjetër që duhet të na shqetësoj. Duhet na shqetësoj dhe ne kemi çrregullime të pareteve, çrregullime të formës, kemi çrregullime të ngjyrës, ai është rritur në përmasa, kështu që të tëra këto na bëjnë që ta shohim më me imtësi dhe të jemi të kujdesshëm për ta. Po. Nuk e di nëse, po. Gjithashtu një formë tjetër e kancerit të lëkurës, që mund të jetë i vogël, mund të duket i parëndësishëm, kam një këto sikur më gërvisht ose më gjakoset ose nuk mbyllet plaga, por të tëra ato do duhet që të shihen çfarë janë për te fjalëve. Doktoresh, mund bëjmë ne kontrolle të thjeshta në shtëpi? Ka teknika për të kuptuar ne nëse... Për para pasqyrës. Vetëm para pasqyrës, kaq. Që duhet patjetër që të shohim, të njohim veten tonë. Ta shohim veten me këtë syrin kritik. Ishte një foto, po, goxha e rënduar situata. Është një... Duket që ka acaruar gjithë pjesën e faqes. Është acaruar gjithë pjesa e faqes sepse është e infektuar, por në fakt ne këtu kemi të bëjmë vetëm me një diskeratoz ose çrregullim të shtresës të sipërme të lëkurës që nuk ka rrezik. As për të shndruar, por ajo është thjesht është në përmasa, është acaruar, duhet trajtohet edhe kalon. Nuk ka, po. Sërish te pjesa e gojës, kemi raste. Te buza. Në përgjithësi i gjejmë te duanpirësit. Te duanpirësit, te pacientët me lëkurë të bardhë dhe që nuk kanë shumë melanin, edhe te ata që janë të ekspozuar duke punuar jashtë ose në ambiente të hapura. Mirë, po. Kjo është që nga një ngjyrë shumë e çuditshme? Kjo do duhet që ta themi. Po. Si nevuset i kemi me ngjyra të ndryshme. Po. Kjo quhet blu nevus ose nishani blu. Është i tillë sepse e gjitha ajo është i përbërë nga enët e gjakut që janë enët venoze, të cilat nuk janë me gjakun e pastër, po janë me gjakun e papastër. Dhe një e tillë e kemi këtu, por që nuk është i rëndësishëm edhe. Nuk përbëjnë rrezik? Kjo rasti nuk është i rëndësishëm. Është e çuditshme se edhe ngjyra është e frikshme, por është e frikshme, po, është. Lëkura ka fatin e madh që duket. Por ka fatin prap të keq sepse njerëzit tremben ose nuk i shohin dot ato që shohin ne në përgjithësi, por është një gjë që duket edhe kështu që është fatkeqësi pastaj që të mos drejtohesh te mjeku apo mos ta vesh re atë ndryshimin ose degenerimin për një gjë që e shohim. Po kemi raste të tjera të rënda, duket goxha rasti rënduar. E ka lënë në kohë, nuk ka ardhur për të trajtuar, është bërë një plag e madhe në zonën e hundës, pothuajse i ka filluar edhe te syri, dhe e gjitha kjo është për sensibilizim. Nuk është të thënë patjetër që duhet të nahaj ose të kruhet ose të dhemb ose që të jetë mund mos ketë asnjë lloj shenje të senature, por në momentin që shohim që është një përmas goxha e madhe, është në vende që ekspozohen gjatë gjithë kohës, duhet shkojmë tek mjeku. Në fakt vizita që shpeshherë shoqërohet dhe është kështu krijohet ideja që është e frikshme dhe mund të marrim gjithmonë lajme jo të mira. Në fakt doktoresh, vizita është e dhimbshme? Jo. Nuk është vizitë, nuk është ekzaminimi. Ne e kemi të kompletuar edhe të shoqëruar. Patjetër e shohim me syrin e specialistit,
kompletohet me ekzaminime laboratorike nëse do duhet, siç mundet që të jenë ekzaminime ose analiza të gjakut, ose analiza laboratorike të tilla si për shembull një grafi ose një eko ose skaner ose rezonancë, varet për çfarë do të duhet, dhe kompletohet pastaj me ekzaminimin me dermatoskopi, që është përtej kësaj është llamba zmadhuese, që ne e shohim edhe e kuptojmë deri diku, dhe dermatoskopia që na jep të egzageruara të zmadhuara, shikojmë shtresat, shikojmë shumë gjëra që nuk i shohim me sy të lirë, edhe vendoset për domosdoshmërisht pas një kontrolli të natyre të marrësh lajme të këqija, por përkundrazi t'i paraprish një situatë të vështirë. Tani pa një foto ku edhe veshi është një organ i cili patjetër është i ekspozuar. Është i ekspozuar dhe edhe aty mund të dalin elemente kanceroz, dhe mund të kthehen në forma të tilla të kancerit, ka ndryshuar ngjyrën, formën në fjalë, po. Edhe paksa neglizhenca, duke e parë, duke u rritur, kjo që rastet të rënda doktoresh në pjesën e barkut. Kjo është te gjiri. Tek pjesa e gjirit. Tek pjesa e gjirit të zonjës. Është shumë e çuditshme, kaq nishan i madh tek pjesa e gjirit? Këtu kemi gjithashtu forma të ndryshme të nishaneve, të cilat i kemi ekspozuar. Disa prej tyre janë degeneruar dhe shndruar në forma kanceri, disa jo, por e kemi parë për të vënë, e kam vënë për të parë. Ne bëjmë një pasqyrë, siç është fotoja e madhe, me nevuset, bëjmë një ekzaminim makroskopik edhe pastaj i shohim të gjithë elementet një nga një të specifik të tyre. Sërish tek pjesa e afër e hundës edhe e syrit. Gjithashtu një nishan i degeneruar edhe i kthyer në një formë kanceri, i zmadhuar, i lënë patjetër, i pa trajtuar, dhe do të duhet që të trajtohet me radioterapi ose me rreze. Nuk bëhet një trajtim i tillë me kirurgji, sepse janë afër syri, hunda, pjesa e inëve të gjakut, të trurit. Në të tilla raste rekomandohen rrezet. Këto ishin dhe raste goxha të rënda, më bëri shumë përshtypje nishani në pjesën e gjoksit të një gruaje goxha e zmadhuar, mund të jetë një nishan i vogël dhe me kalimin e kohës është rritur edhe ka degeneruar edhe është deformuar, po. Dhe për më tepër ne e shohim se ajo është edhe infektuar. Prandaj e shohim atë shtresën sipër sepse është infektuar dhe nuk është trajtuar. Në të tilla raste çfarë rekomandohet, doktoresh? Në të tilla raste patjetër rekomandohet që të shihet një herë nëse ka metastaza apo jo. Do duhet që të kemi parasysh që disa kancere të lëkurës japin përhapje në organe të tjera, disa kancere të lëkurës nuk japin përhapje në organe të tjera. Dhe kjo është për fat të mirë ose patjetër të pacientit. Në rastin kur ne jemi përpara një fakti të tillë, do të duhet që të ekzaminohet nëpërmjet një PET skaneri për të parë nëse kemi përhapje diku tjetër apo jo. Dhe përveç se trajtimi konservator ose kirurgjikal që do duhet që të bëhet, do duhet që të shikohen limfonodulat përkatëse, sepse gjithë organizmi jonë është i përbërë për mrekulli. Çdo zonë ka gjëndrat ose limfonodulat përkatëse të cilat mbledhin këto qeliza. Është sistemi imunitar i cili i aktivizon në mënyrë që të mblidhen në zonën më të afërt që të mos përhapen. Dhe ky është sinjali i parë. Do duhet që të shohim në rastin e zonjës që është me këtë formë të kancerit të lëkurës, nëse ka përhapje në limfonodulat më të afërt, nëse ka përhapje në organet, të cilat janë kockat edhe mëlçia, organet më kryesore ku gjejmë metastazat të kancerit të lëkurës, dhe në varësi të sa është përhapja, si e gjejmë, sa është mosha e pacientit, vendoset trajtimi. Trajtimi do duhet që të bëhet patjetër kirurgjikal, por përtej kësaj do duhet që të shikohet nëse ka nevojë për trajtimi seancash kimioterapie apo
trajtime të tjera si Doktoresh, kemi dhe imunobiologjike. shumë fëmijë, tham pak më përpara, të cilët kanë këto lloj deformime, si quhen. Atëherë, duke ju referuar pikërisht kësaj, në çfarë moshe rekomandohet një vizitë te një mjeku tek një njeri i cili ka nishan? Një numër të konsiderueshëm. Rekomandohet edhe që 4-5 vjeç, sepse atëherë fillojnë ato nevuset edhe ndryshimet. Për te atyre ka dhe nevuset të lindura, siç janë nga enët ose keqformime nga enët e gjakut që ne i gjejmë hemangioma. Hemangioma ose ato si quhen si luleshtrydh ose qershi në gjuhën popullore, i gjejmë që në sapo lindje dhe ato fillojnë që të duken edhe të shtohen që në ditët e para pas lindjes. Dhe më problem e kanë mamat kur i shikojnë që po më rritet ky nishani. Ato janë të kuqe, janë shumë të bukura, janë vetëm keqformimet e enëve të gjakut, nuk duhet që të ngatrohen edhe të shqetësohen, për nuk janë si pjesa tjetër e një keqformimi të një nishani. Megjithatë rekomandohet që dhe mund të hiqen. Ato trajtohen patjetër, por pas një farë moshe, trajtohen vetëm kur ne kemi në 2 zona, ose në buzë ose në kapakun e syrit. Të gjitha të tjerat që kthehen në shqetësim, do duhet që të presim deri në 3 vjeç, sepse këto lloj hemangiomash në përgjithësi përthithen edhe shkatrohen edhe e mbyllin historinë e tyre derisa bëhen 3 vjeç, po muajt e parë dhe viti i parë jetës është më shqetësues edhe më problematik të afërmit, të nënat edhe të baballarët e rinj që i kanë. Për te këtyre kemi nishanet e tjerë ose këto të keqformuarit që fillojnë të shohim te fëmijët, të cilët shtohen vit pas viti, shtohen ver pas vere, dhe që do duhet që të shihen për të parë, thjesht për të parë nëse origjina, pra nevusi melanocitik. Nevusi melanocitik është ai vetmi i cili i kushtohet vëmendje edhe një përkujdesje më e shtuar. Por në përmjet kësaj vizitës ose ekzaminimit, ne duhet që të kuptojmë që kemi të bëjmë me nevos melanocitik ose jo. Doktoresh, unë të falenderoj për gjithë informacionin, sepse në fakt pavarësisht fotove që pam, temat të tilla bëhen më pak traumatike kur informacioni merret i mjaftueshëm, edhe publiku natyrisht duke marrë këtë informacion bëhet edhe më reflektiv. Pra fillon të reflektoj dhe unë besoj se mbas kësaj bisede të zgjeruar, ku u përqendruam tek nishanët, tek forma, tek lloji, tek mënyra se si trajtohen kur ato kthehen në rrezik për gjithë ne, besoj se kemi rritur sot ndjeshëm ndërgjegjësimin tek publiku për të bërë vizita në mënyrë periodike, të paktën, tha doktoresh Laura, një herë në vit tek dermatologu për të kontrolluar nishanët dhe për të mos shkuar pastaj tek degradimit, themi, i tyre. Unë të falenderoj shumë, e di që janë duke të pritur pacientët, të uroj shumë suksese në punën tënde, për gjithë ata që doktoresh Laurën duan të takojnë, mund të kontaktojnë me të për çfarë do lloj problemi, është gjithmonë e gatshme për të kthyer përgjigje shpeshherë edhe nëpërmjet telefonit, por kontakti i saj drejt për drejt natyrisht informacioni merret më mirë, qetësohemi edhe natyrisht diagnostikimi është më i saktë. Të uroj shumë suksese. Faleminderit për gjithë kohën që na kushtove sot. Faleminderit juve. Mirë, ne sot ishim duke folur për shëndetin ton. Ju falenderoj që keni zgjedhur sërish ekranin e RTS Korçës edhe emisionin Pak nga të gjitha. Duhet falenderoj sot edhe Mirgen Goskovën, piktori i cili është kujdesur për arredimin e studios. Bashkë do shihemi sigurisht e njëjtave në mbrëmje, gjithmonë në orën 20:30. Natën e mirë për sonte.